Desha të konkretizoj paraprakisht, Flavio, një ide të zotit Mediu, kur thot që me këto marrëdhënie Rama kërkon të krijojë idenë se Kosova është problemi, nuk është problemi Serbia në Ballkan. Sepse derisa Serbia bashkëpunon me Shqipërinë, atëherë kush është fajtori? Që nuk ka marrëdhënie të mirë, janë këta shqiptarët e tjerë, këta të Kosovës. Ta janë nacionalista, ta nuk e pranojnë nacionalizmin shovinist të Serbisë. Dhe po jap një shembull. Në vitin 2023 në shtator, në Prag ishte mbledhja e Këshillit të Evropës, 46 vende me sa mbaj mend, kryetar, shtetësh dhe kryeministra. Në atë mbledhje bëhet edhe një darkë informale. Në darkë do flisnin Vučić dhe Erdogan dhe kudiun dhe duket edhe Vjosa Osmani. Kur mbajti fjalimin Vučić, e kam informacionin nga brenda, është shprehur kësaj të gjithë kryetarëve të shteteve të Evropës. Ne, fatmirësisht, me Shqipërinë dhe me miku, me vllaun tim Edi, merremi vesh për gjithçka e për çdo gjë. Por me udhëheqësit e Kosovës ne nuk mund të merremi vesh për asgjë. Së paku gjysma e atyre njerëzve që ishin në mbrëmje kthejnë kokën nga Vjosa Osmani. Në formë çudie, në formën e fajsimit apo në format e tjera sipas ndjesive që ka pas secili, por duke shpreh habi si mund ndodhi kjo. E thash këtë shembull për të provuar faktin se Aleksandar Vučić ja ka arrit që me narrativën e Ramës dhe të bashkëpunimit me Ramën, të miqësisë dhe të vllazërisë me Ramën, të fajsoj dhe të nxjerrë në fushën e betejës me Bashkimin Evropian Kosovën dhe jo aq shumë Serbinë. Dhe Rama e ka ndihmuar me të gjitha mjetet dhe me të gjitha format në këtë aksion. Të njëjtën gjë ka bërë me letrën e përbashkët me. Ai po synon që Kosova të mbetet sërishmi një pen i Serbisë dhe fjala mort nuk bën, por unë dyshoj shumë se ai ka për qëllim që Kosovën ta kthejë nën sovranitetin e Serbisë, Edi Rama. Sepse ndryshe nuk ka asnjë mundësi që kryeministri i Shqipërisë të bashkëpunojë me kreun e një shteti që nuk pranon pavarësinë e Kosovës dhe e artikulon atë si pjesë të sovranitetit të vendit të tij, dhe ky të ketë një bashkëpunim kaq racional, kaq jo racional, kaq jo logjik me këtë vend. Ato që thot Mikael Martens janë shumë të sakta dhe madje mund mos jenë e tëra çfarë ai di dhe sa informacion ka. Sepse jam i sigurt që Rama punon për interesat e Serbisë kundër Kosovës. Për Shqipërinë ka opsionin e shitës saj cop-cop për të mbajtur gjithmonë pushtetin. Dhe gjithçka ka ardhur, gjithçka vjen për shkak se në mbrojtje të pushtetit ai është i gatshëm të jap sovranitet, të jap integritet territorial, të jap territor e gjithçka tjetër. Pra është një nga udhëheqësit i cili ka dalë në Shqipërisë shqiptarëve përballë me një arrogancë të jashtëzakonshme, të cilën nuk e di se si e durojnë shqiptarët. Nuk e di se si e durojnë shqiptarët. Është e tmerrshme të shohësh se si grabiten pronat, se si punon për shpopullimin e vendit dhe pastaj u drejtohet qytetarëve të Tragjasit për shembull, unë do të investoj se ju më fal për shprehjen e bënin obor. E bënin obor. Është e turpshme kur njerëzit dhe fëmijët i mungojnë atij oborri. Për shkak të politikave të këtij. Nëse nuk e dije që s'kishin pasur sisteme hidrike